Shëndetje të nderuar teleshikues të televizionit kombëtar Klan, mirë se vini në emisionin e përjashëm Pro Business me fokus si përmarrjet dhe ekonominë. Do të ndalemi sot tek një nga kompanitë e para prodhuese dhe përpunuese të drurit. Po flasim për Ardeno me mbi 30 vite përvojë në treg, duke u përgjigjur kështu kërkesave të klientëve për mobilje të ndryshme. Theksojmë që Ardeno përdor teknologji gjermane dhe italiane për të krijuar mbi 500 produkte me dizajne të ndryshme. Fokusi i kompanisë mbetet të vlera e produkteve dhe cilësia e markës duke ofruar çmime mjaft të konkurruese, si edhe realizim në kohë të gjitha porosive. I gjithë emisioni sot do të fokusohet tek industria e përpunimit të drurit në vend, por më parë do të shkojmë tek Ardeno për të kuptuar edhe çelësin e suksesit të 30 vjeçar të kompanisë. Ndodhem tek Ardeno, kompania me mbi 30 vite përvojë në prodhimin dhe përpunimin e drurit. Me një gamë të gjerë produktesh, Ardeno ka krijuar një identitet unik, duke gërshëtuar kështu besueshmërinë, gatishmërinë dhe fleksibilitetin e saj. E shtrirë përgjatë autostradës Tiranë-Durrës në kilometrin e dytë, Ardeno ofron element druri, mobilje të ndryshme si karrige, tavolina, koltuqe, kuzhina, soggiorno, dhoma gjumi dhe mobilje të personalizuara. Ardeno nuk është thjesht një kompani prodhuese, por një partner që kupton dhe plotëson nevojat e klientëve të saj. Me një kombinim të përsosur mes teknologjisë, dizajnit dhe korrektësisë në cilësi, Ardeno vijon të jetë lider në këtë industri. E themeluar nga Tonina Lia dhe e drejtuar sot nga e gjithë familja, Ardeno synon të mbetet gjithmonë lider në tregun e mobiljeve dhe produkteve prej druri, duke kombinuar traditën dhe modernën dhe duke ruajtur me fanatizëm cilësinë dhe korrektësinë. Detyrat janë të ndara më së miri në çdo departament prodhimi dhe përpunimi në plot 8.000 m2 ambiente pune dhe magazinimi. Inxhinieria e prodhimit Eleni Prenga na tregon më shumë për proceset e punës. Si reparte kemi repartin e mobilerisë, ku jemi momentalisht, kemi repartin e lyrjes, repartin e tapiserisë edhe repartin e montimit karrikeve. Lënda e parë, ne kryesisht punojmë me druahu. Lënda e parë vjen nga Kroacia, Bosnia dhe Malizi. Në vijim kemi një filial në Laç që përpunohet drasa dhe vijon siç kemi këtu element gjysmë i gatshëm. Ndërkohë, shoh që është ndërthurë teknologjia me punimin me dorë për gjitha prodhimet. Jemi tek reparti mobilerisë, njëjta gjë ndodh këtu, një pjesë është me makineritë e fundit dhe një pjesë kalon dhe në proceset me dorë apo jo. Po. Si është gërshëtuar puna? Te reparti i mobilerisë, si material merret gjysmë i gatshëm dhe kryesisht ne punojmë me grafiato, pjesa e melaminës normalisht. Pastaj është ntjefi me lyrje dhe akrilik dhe ntjef rimesoare. Këto janë materiale që përgjithsisht punohet. Këtu ku jemi momentalisht, bëhet i gjithë, sipas skicave dhe projektet që vijnë nga klientët, bëhet i gjithë mobilimi i shtëpisë, domethënë që te kuzhina, që te dhomat e gjumit, mobiljet e tualetit, gjithçka që është nevojshme për shtëpinë. Kjo zonë është e dedikuar për proceset e prodhimit, montimit, hulumtimit dhe zhvillimit të teknologjisë së lartë. Këtu mund të gjenden makineritë avancuara, linja prodhimi si edhe hapësira për ruajtjen e materialeve dhe produkteve. Teknologjia gjermane dhe italiane njihet për precizionin, inovacionin dhe cilësinë e lartë. Kështu që këto ambiente janë të pajisura me pajisje moderne dhe sisteme të automatizuara. Tek Ardeno bie në sy teknologjia e lartë dhe pajisje të shumta, sigurisht më të fundit që ndihmojnë edhe proceset e prodhimit mobiljeve dhe jo vetëm, por jemi pozicionuar tek një nga pajisjet teknologjike, makineritë besoj më të kushtueshme. Sa ka kushtuar dhe për çfarë shërben? Atëherë, makineria që ne flasim është një pantograf me 5 akse,
është i vitit 2020, ka kushtu rreth diku ke 150.000 euro atëherë. Vetëm kjo 150.000 Po euro? vetëm kjo, diku ke 150.000 euro, është blerë e re, e SCM-s. Makineria ka 5 akse që të mundson të bësh çdo lloj veprimi për sa i përket prodhimit. Operohet nga një operator këtu që është kompjuteri që jep gjithë komandat, po ashtu edhe nga zyra e inxhinierëve që kemi sipër. Domethënë çdo gjë është e automatizuar. Përvoja e gjatë në këtë sektor përkthehet në besueshmëri, gatishmëri dhe fleksibilitet në çdo aspekt të shërbimeve. Së shpejti projektohet edhe robotika dhe automatizimi i mëtejshëm. Çfarë ju bën veçantë në tërësi si Ardeno? Atëherë korreksia është e para që na marr në kom dhe jemi në treg. Cilësia po ashtu, s'bëhet fjalë edhe lënda e parë që përzgjedhin për klientat tanë.